të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Salloni i Vjeshtës 2019 në edicionin e 13 të tij erdhi në ekspozitën në Galerinë e Arteve Figurative si një pjesëmarrje e mjaft artistëve pamor. 86 artistë pjesëmarrës në këtë edicion natyrisht patën treguesit e tyre artistik. Sot në Mirëmëngjes Shkodër. Do të jemi së bashku me zotin Fatmir Juka, drejtor i Galerisë të Arteve Figurative, Mirëmëngjes, dhe zotin Rubin Mandia, kurator i Sallonit të Vjeshtës 2019. Mirëmëngjes. Natyrisht një ngjarje artistike për qytetin ton, e cila nuk mund të kaloj pa një vëmendje të posaçme. Një numër i pjesëmarrësish në ekspozit tregon interesin që ajo tashmë ka ngjallur, duke qenë se është edhe një veprimtari tradicionale, sepse zhvillohet për të 13-ën herë. Natyrisht interesi ka qenë i admirueshëm. Një numër i konsiderueshëm shumë i madh, apo jo? Kjo tregon natyrisht tregues sasior, por besoj se edhe cilësor. Pa diskutim. Sepse pjesëmarrësit natyrisht për sa me që jemi tek pjesëmarrja, besoj që mund ta sqarojmë këtë pjesë. Siç e thatë edhe ju, është një aktivitet i cili ka kriju një traditë në qytetin ton. Formati i sallonit ka qenë që të përfshinte që të krijote një panoram për publiku, një panoram të gjithë krijimtarisë artistike të qytetit. Sigurisht që fokusi ka qenë tek qyteti i Shkodrës, por nuk është nalë vetëm këtu. Gjatë viteve ka pas prurje nga treva të tjera, nga artistë shqiptar të gjitha trevave kombëtare. E si mjet ndoshta kjo u evidentu më shumë se asnjëherë tjetër. Tashti kuratori ka një përgjegjësi për përzgjedhjen e artistëve dhe administrimin e hapësirës së ekspozimit. Dhe zgjedhja një numri shumë të madh autorësh, sigurisht nuk është një proces i lehtë, është një zgjedhje e vështirë, dhe në pamje të parë edhe një zgjedhje e cila në fakt bën nesh me rolin e kuratorit, i cili supozohet të jetë një seleksionues edhe një person që vën veton për disa vepra që do hiqen. Ne spari se harrova të kësaj që kuratori isha unë dhe bashkurator bashkë me Sadik Spahin, skulptor i njohur i qytetit ton, pedagog prej shumë vitesh në Universitetin e Arteve në Tiranë. Bashkë me Sadikun mendon pra që në këtë rast ne të marrshim një qendrim të kundërt, le të themi, me atë tradicional të kuratorit, i cili heq një pjesë të punimeve, por panim të kundërtën duke hap dyert e galerisë me këtë rast për të gjithë ato artistë cilët kishin dëshirën dhe mendonin se kishin diçka për t'i thënë publikut. Po besoj se kjo hapje e dyrëve nuk e ul atë testin profesional, për arsye se me qenë se jo thjesht dëshira, por edhe prurjet kanë patur një lloj standardit. Sigurisht. Tash diskutimi është shumë i gjatë, mandej po të nalemi tek individ të veçantë. Sigurisht që në 86 artistë pjesëmarrës, një pjesë seksione mund të ketë edhe nivele amatorizmit. Por besoj se demokratizimi i pjesëmarrjes ka vlerën e vet në këtë moment caktuar. Sigurisht kjo formulë nuk është një formulë e cila mund të zbatohet përgjithmonë. Por në këtë moment ne e gjykojmë të arsyeshme që të ishte kështu. Dhe mendoj se rezultati i përgjithshëm ka qenë mjaft pozitiv. Prurje prej shumë artistësh nga Tirana dhe nga qytetet tjera të Shqipërisë, një numër i konsiderueshëm pjesëmarrësish nga Kosova, një pjesë e cilëve pedagog në Fakultetin e Arteve të Prishtinës, gjithashtu piktor të njohur nga Ulqini. Pra kemi kriju një lloj ansambli ekspozimit të gjitha trevave shqiptare. Në këtë vështrim Salloni i Vjeshtës nuk është një ekspozit lokale. Jo, është kombëtarizuar, do të thoshëm. Besoj se në këtë edicion ka pas një kombëtarizim të plot, elemente kombëtarizimit siç e theksova ka pas edhe në edicionet e mëparshme.
them që jemi në një fazë të mirë të këtij aktiviteti. Në fakt, pjesëmarrja e mjaft artistëve të ri më ka bërë përshtypje, por ardhja e shumë të tjerëve, madje edhe vlerësimi i tyre, është një karakteristik. Por ndoshta edhe artistë të njohur prap janë tërhequr. Ndoshta ka patur një test, si thuash, profesional për të hyrë, për të trokitur tek vetë artistët. Po. Do me vazhdim. Jo, okay. Pas parasysh diçka që megjithëse më mirë ishte të vazhdo të Robini, se kisha diçka tjetër për me thënë, po. E ka formuar një traditë shumë vjeçare e Salloni Vjeshtës, edhe filtri i selektimit vetë funksionon, më kupton apo jo. Dhe kështu që nuk ka qenë nevojshme edhe për ta ona kuratorëve për ta stimulu kaq shumë, më kupton apo jo. Në këtë sens them që nuk ka qenë shumë e nevojshme, pastaj sa i takon jurisë dhe vlerësimit, kam përshtypjen do kisha dashur më nal një moment tjetër mos i përgjigjet Robinin nëse kishte gjë për me thonë. Jo, në lidhje, në raport me artistët e rinj, ne si vjet hapëm, si më thanë, besoj që për herë parë futen videot si elementi i ekspozitës, fotografia ka qenë e pranishme edhe më përpara, sigurisht. Hera 2 ose 3 mund të jetë. Me video. Me video, okay. Atëherë, gjithsesi ne si vjet hapëm edhe një ambient të ri për videon dhe fotografinë, si dy mediume të reja, le të themi më të reja se mediumet tradicionale të artit bashkohor, në një ambient si për galerisë arteve, besoj si ishte edhe kjo një risi pozitive për sa i përket prezantimit publikut me këto mediume të reja. E me që jemi tek mediumit e teknika, unë mund të them edhe dy fjalë për konceptin. Pra, se është titulluar Medium Operandi, e cila përkthehet si pashush në larmimin e teknikave. Po, kjo është një alternim në fakt i frazës latine modus operandi, mënyra e të vepruarit. Mediumi është ajo që ne tradicionalisht e kemi quajtur teknika, thjesht është termi bashkohor i teknikës që përdoret në terminologjinë e artit bashkohor, dhe fokusi i konceptit ton ishte pikërisht tek marrëdhënia që ka artisti me teknikën, me mediumin, pra. Gjithmonë është subjekti i veprës së artit, në fakt ai që merr vëmendjen kryesore, koncepti që ka artisti për një vepër, koncepti se si e trajton subjektin. Edhe e gjithë kritika, estetika e artit fokusohet te kjo. Dhe çështja e marrëdhënies së artistit me teknikën kryesisht kalon e anashkalume, jashtë vëmendjes. Ajo metet më tepër në bisedat mes kolegëve mbi problematika që ata trajtojnë njëri me tjetrin, por nuk ka vëmendjen e kritikë zyrtare. Prandaj ne menduam që këtë herë ishte në fakt teknika, mediumi ishte protagonisti i vërtetë i ekspozitës edhe i veprës së artit. Kjo sa për të shpjegu pak titullin e medium operandit edhe konceptin e ekspozitës. Ekspozita ishte ndame pastaj në 4 ambiente. Po. Tek salla e madhe kanë qenë kryesisht piktura dhe skulptura si dy mediume tradicionale. Tek salla e vogël e galerisë, instalacioni edhe skulptura me një karakter më bashkohor. Tek salla lart, siç thamë, ne futëm fotografinë dhe videon, edhe tek holli ku ba prezantimi, le të themi një amalgame gjithë këtyre 3 ambienteve tjera. Në çfarë raport qëndron tradicionalia dhe modernja, pikërisht tek teknikat e përdorura, në raport me atë që shfaqet si ide, sepse gjithmonë artisti është edhe i drejt për drejt, edhe i tërtort. Po në mënyrë që vepra të shkoj tek artëdashësit, sa e lexueshme ose sa e fshehtë është nëpërmjet këtyre punimeve. Tashi, teknikat bashkohore, mediumet bashkohore, le të themi që meten më larg publikut sepse tradicionalet. Jo vetëm tek ne, po edhe në botë, si më thanë, që ka një traditë të modernes shumë të hershme se e jona.
kjo gjë është e natyrshme, edhe nuk ka pse të jetë ndryshe në fakt. Prandaj edhe piktura sigurisht i kishte prurjet më të mëdha në ekspozit. Piktura duke përfshirë këtu gjitha nëngjinit e saj, si vizatimin, grafikën. Më lejoni t'ju ndërpres vetëm për pak. Shumë tablo ose punime kishin diciturën pa titull, gjë që në një farë mënyrë edhe lejon interpretime të ndryshme, por në një farë mënyrë ka një kënd të veçantë shikimi nga njerëz të ndryshëm. Është një zgjedhje autori, titulli ose mungesa e plotit i. Zakonisht tek punë pa titull, autori synon që të mos i ndërhyjë publikut as pak në perceptimin që ai do krijojë në mënyrë individuale për veprën e artit. Kështu që besoj kjo është. Jo, unë kam fjalën sa të drejtë për drejta janë pikërisht këto punë dhe sa të përkthyeshme janë tek Kardashsi. Duke qenë se kishte edhe teknika të veçanta, shumë herë edhe teknika të veçanta. Edhe fakti i të qenit e një vepre e drejtë për drejtë apo le të themi pak më tërthort në raport me publikun, edhe ajo është një zgjedhje e autorit. Mandaj është edhe një çështje e kultivimit të publikut në raport me leximin e një vepre të artit. Pra janë shumë faktorë të cilët ndikojnë në këtë aspekt. Njëherë është edhe Po. Njëherë është edhe njëherë gjanat nuk, do të thënë, një nga risitë që ka pas ky aktivitet ka qenë se ndoshta ishte hera parë që gjanat u përcaktunën, u vlerësunën dhe kanë ardhur në mënyrë pak më ndryshe se sa herët e tjera. Çfarë do të thotë? Mora spunt nga kjo pyetje që i bëhet ju duke thënë pse pa titull. Njëherë duhet me kuptuar si është edhe gjendja e artit dhe artistëve. Po. Do të thënë. Ato ndoshta kanë dëshirë mu shpreh, mi vu ta emërtojnë atë veprën e tyre, por nisën nga tre parime. Një e para është parimi klasik, le të përfshijë vetë publiku, domethënë ta emërtojnë vetë. Po. E dyta, gjithsesi kush e vën një emër fëmijës vet. Do të thënë, i pëlqen si pëlqen, atë është tjetër pastaj. Por e dyta ka të bëjnë me një lloj doze të vogël dhe abuzivizmi që e letrës si snobizëm, më kupton, ama pa titull sepse po dhe kjo nuk ka problem. Por themelisht më qenë se ky fenomen përsëritet, dhe më thonë që artisti ka një autocensur. Do të thonë, nuk ja lejon vetes me shku sinqerisht deri në fund të programit. Pra, Po, kështu kam përshtypjen unë, është, përderisa përsëritet, dhe kjo autocensur mos na vinë në mendje vetëm elementi politik. Kjo ka të bëjnë me shumë gjëra. Kjo ka të bëjnë edhe me gjendjen shpirtërore, ka të bëjnë edhe me gjendjen sociale, ka të bëjnë edhe me vetë vendosin ose mos vendosin e saktë artistit në raport me zgjidhjen artistike, ose me një fazë shumë të avancuar të tij që për publikun nuk është akoma e gatshme për me asimilu, domethënë punën ose konceptin ose teknikën. Pas gjatem sepse këtë bisedë e kam diskutuar këtë ditë që jam shkuar, e kam diskutuar edhe me njerëz të tjerë, më kanë thënë edhe njerëz të tjerë, nuk është shumë nuk është problem, po duhet mësu. Në gjërat e tjera që kanë në këtë ekspozitë, përveç se është një ekspozitë e traditës, do të thënë që mbështetet nga institucionet, nga Bashkia e Shkodrës dhe nga zyra kulturës që takon ta njeki nga afër, për të 13 vit. Prurja e madhe është edhe promovimi që është bërë gjithë këto vite. Pastaj e bashkëlidhën edhe me dy elemente të tjera themelor, siç është vendosja e kuratorëve, jo se s'ka pas herë tjera ka pas, po duhet të studiojmë pak backgroundin e kuratorëve, njerëz që kanë ditë me afru artist, dhe e treta, koncepti i vlerësimit këtë herë. Pra që ti marrim gjëra të kështu. Kemi pas një prurje të madhe, kemi pas një vëmendje të demokratizim të madh të prurjes dhe një mënyrë tjetër ndryshe vlerësimi. Që për vërtet edhe na u gjend me përballë
një thyrje tradite. Dhe këto gjëra kanë një mas një, edhe normalisht do të vishin natyrshëm, sepse ashtu vetëm ashtu lidhen, vetëm ashtu kuptohen. Dalim tek momenti I vlerësimit. Juria Interesant. nuk ka pranu që këtë herë t'i rrinë standardit 1, 2, 3. Do të thënë çmimi I parë, çmimi I dytë, çmimi I tretë. Edhe në këtë rast edhe pse, si më thonë, mundume që të diskutojmë që shikasi është një element administrativ. Pas kësaj, dhe më thonë që kjo çështja është e miratume për këtë arsye. Juria, dhe më thonë, e pavi mendimin tëm personal, besoj dhe Robini po ashtu, e pavi shumë të drejtë që nuk ka të parë, të dytë, të tretë në gjini të ndryshme artistike. Në prurje të ndryshme artistike, nuk mund të jetë një skulptor më I mirë se një piktor, një piktor më I mirë se sa një fotograf më I mirë se sa një skulptor, ku po diun kështu me rradhë, nuk kupton. Ideja ishte që çdo njeri, njësoj sikur flasim për njerëzit. Pra nuk ka as ngjyra as përkatësia nuk të bën ndryshe o më të mirë ose më të ndryshëm nga tjetri, po në thelb janë njerëz barabar. Një koncept u bë dhe vlerësimi I veprave të artit. Pra shikoni si çka ka ndodhur një fenomen këtë rradhë. Domethënë prurje, hapje dhe hapjen e vlerësim. Interesant dhe vlerësimi, unë nuk dua të komentoj as pak, por thjesht do desha një takon jurist me fol. Desha një sqarim ndoshta ose një përkthim krejt shkurt mbi vlerësimet që janë bërë. Ishte Samari I Ergys Kristiko. Ishte video Vasiliana Sali dhe Angela Pipero. Angela Melankoli. Pra 3 vepra në gjini të ndryshme. Çfarë mund të thoni për ta? Si tha mirë, në fakt juria është një antar I jurisë mund të jep të shpjegimet më adekuate, ato I kanë dhënë në fakt. Besoj që edhe juria, siç e tham, është përpjek të shpërndaj çmimet sipas mediumeve. Po. Pra një për skulpturën, instalacionin, një për pikturën dhe një për videon. Çfarë sjellin? Tashti janë një spari ne duhet kemi qartë një diçka që me gjithë përpjekjet për të qenë sa më objektiv dhe sa më argumentues në dhënien e një çmimi. Arti metet një aktivitet njerëzor thelbësisht subjektiv. Dhe juria ka dhënë ato çmime duke vlerësu, le të themi, origjinalitetin e veprës. Në rastin e Samarit për shembull. Mendoj një nga parametrat bazë që nga vjen Ergys Kristiko? Në Tiranë jeton dhe punon. Po më gjatë nuk kjo tregon nuk I kemi bë biografi artistëve. Jo, meqense se fiton në Shkodër të dim nga vjen. Është në Tirana, jeton dhe punon në Tiranë është skulptor. Ndërsa po më gjatë nuk kena autoria e videos është nga Vlora. Dhe Pipero përsëri në Tiranë, po. Dhe mesazhet e tyre janë si vepra. Mesazhet është e vështirë që të përshkruhet në mënyrë narrative mesazhi që ka një vepër, por unë besoj që në rastin e Ergysit, me që jemi të këtë çmim edhe e morëm, ai merr një objekt të traditës shqiptare, të traditës të popullit tonë Samarin, një mjet që ja përdor për transportin, për në jetën e shqiptarit, në jetën ndoshta edhe gjithë njerëzve të botës. Raportin që ka pas njeriu me kafshën, me natyrën, raportin me traditën, dhe këtë ai e mvesh me një strukturë inoksit, si një simbolik e një epoke moderne, një epoke bashkohore. Edhe e sjell si një objekt pra të traditës, por të transformuar edhe në një objekt dizajni bashkohor. Besoj që kjo është prurja e Ergysit në rrafshin konceptual. Një tradit që transformohet në një objekt të shkëlqyeshëm inoksi. Sa ka hub tradita, sa ka fitu modernja, kjo marrëdhënie gjithmonë e ndërsjellët, gjithmonë
gjithmonë jo, po shpeshherë konfliktuale mes traditës dhe progresit. Mund të jetë një Këtu është edhe pika e zhvillimit faktikisht. Një faktor I kësaj. Këtu fillon të zhvillohet vepra aty, një fenomen I së shkuarës që përsëritet vizualisht, me disa elemente bashkëkohor në të tashmen, vendoset në galeri, por efektin e ka shumë afër memorjes tonë. Pastaj ideja sa marrit është ideja që e ngarkesës, e dikujt që e mban. Dhe këtu fillon e lumë tash I artisti me konceptin. Kjo është mendimi im. Që fillon edhe e ban shumë të qëndësishme këtë vepër me marrëdhënie me shoqërinë tonë, momentet e shoqërisë tonë. Gjithse kush nga ne është barë si një peshe, caktuar. Absolutisht. Herë të drejtë, herë të pa drejtë, herë të duket palë zbukurume ose të zmallume, pastaj ka ato efektet. Si më thënë, edhe vetë tradita është një peshë në vetë. Edhe vetë jeta shqiptarit është një peshë në vetë. Që duket sikur aktualisht duket si ato thumbimet e konis ose ta gollit, domethënë kështu, ka një tis nga humori I toskërisë, domethënë pak thirst. Po, natyrisht. Po është një vepër interesante. Por gjatë gjithë kohës, Galeria e Arteve Figurative, unë marr vetëm këtë vit, 2019, I cili shkon drejt fundit, ka patur marrëdhënie të veçantë me artin, me artistët, me ekspozita të ndryshme. Madje do të thosha që kanë qenë edhe artistë shumë të përmendur. Unë po them Gazmin Leka, I cili ka bërë shumë përshtypje, Gjeneta Kadillari, e të tjerë nuk mund të ndaj asgjë. Ku qëndron Salloni I Vjeshtës në raport me gjithë këto veprimtari që ka zhvilluar Galeria e Arteve për gjatë këtij viti? Atëherë, unë prapë të nolem të fenomeni. Nga informacionet që kena, nga bashkëtojmë edhe me artistë tjerë, nuk është se vetëm tentojnë mblidhemi këtu nëpër Shkodër. Ka një mbyllje të aktiviteteve marrëkombëtare, disa qendra të tjera zhvillimesh. Edhe kjo ka bërë që aty ku lindin aktivitetet të ketë vëmendje. Normalisht kjo ka peshu në këtë rast, edhe shumë mirë është bërë që jo keni hapur. Mendimi im. Por unë prapë vitë fenomeni se kemi interesant shumë. Avash, kjo aktivitet ju ka lutë kështu në mënyrë shumë interesante në fillim, dhe po merr natyrë kombëtariste. Është e vërtetë që ka filluar me rana ato hulli. Jo për disa arsye. Por çka është më e rëndësishme në tonë këtë problem ose në këtë aktivitet, jo problem, është ngjarja e zhvillohet këtu në Shkodër, edhe kena një fluks artistësh që vinë nga vende të ndryshme, nga Trojet, nga Kosova, shqiptarët e Malit Zi, nga New Yorku ka pas, nga Dibra, Kuksi, Vlona, Berati. Dhe me thonë, këtu kemi një promovim edhe qytetit Shkodrës. Absolutisht. Dhe me thonë, kalojmë nga periferia në qendër dhe pastaj nga qendra në Asjatas do kalojmë në periferi. Dhe kjo I bën shumë mirë. Do të thonë, bën shumë mirë qytetit, edhe I bën shumë mirë arsyes pse duhen bë aktivitete artistike. Normalisht për ne është edhe shumë më mirë sepse na shtohet punë. Ideja po çeshin këtë drejtim. Por është bërë me dëshirë dhe me vullnet mirë, dhe me thënë çdo gjë deri tash. Dhe kryesorja, ajo që mu me ka çudit në këtë aktivitet, është që si ka mundësi, sidomos artistë shkodran që jetojnë jashtë qytetit, ose dhe përtej kontinentit të Europës, si ka mundësi që I flen akoma mendja dhe zemra këtu në Shkodër. Po marr vetëm një rast, po marr 2, Gjergj Pali, për cilin u vlerësu, domethënë, me iniciativin e grupit e komunitetit artistëve dhe me iniciativin e profesor Sadikut dhe të Rubinit u vlerësu për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që bën në mbështetjen e shqiptarëve në Amerikë, sepse dihet jeta një emigranti ka specifiket e veta, ka I hap një galeri artesh etj. Dhe duhet falenderoj dhe Bashkia e Shkodër me kryetaren e cila
Në thash e mirëpriti këtë iniciativë dhe i dha e përligji, si thush, këtë aksion të këtij zotnie që jeton dhe punon atje. Por ajo që deshta më thonë është një rasti i parë, dhe i dyta po marr një, se ka shumë, po përmendun Agron Mesin, Artan Dracinin, nga Shkodra, më thuj me epi tjetër, që kishim një. Shumë të tjerë. Në fakt, Ideja është që punët e tyne, kanë kënë, dhe punët e shumë kujt aty, po punët e tyne ishin të ngarkuara me sasi, me investim. Që dhe me thonë kjo, këtë qytet, këtë punë që i bojnë, atë gjatë që këto njerëz e dojnë, e marrin seriozisht. është e vërtetë. Edhe mundohen me ndërtu, edhe me ardhë seriozisht, me ardhë shumë sinqerisht, edhe me dhanë më të mirën. E kja është shumë e rëndësishme që njerëzit nuk janë shkput nga kjo. Në fakt, këtë gjë e vërej tek shumë artist edhe në specifika të ndryshme. Muzikantët, sa do larg që të jetojnë, gjejnë një periudhë kohe që të vinë. Por edhe të tjerë artiste Shkodrën e kanë atë burimin nga ku morën fluturimin dhe kthehen përsëri si stacione. Është karakteristike, ndoshta sepse Shkodra është një dashuri e madhe dhe jo për slogan, por siç duket ajo her pas here mbledh, ngjet si zamk dhe tërheq si magnet në veprimtari të tilla. Folët për Gjergj Palin, nuk e di, ndoshta më ka kaluar, unë nuk kam parë ndonjë vepër të ti në Po, aty ka qenë vepra. Atje? Atëherë mund të më tregoni diçka dhe a mund të tërhiqni të tjera punime ose ndonjë ekspozit të ti? Si e keni menduar? Përderisa e keni vlerësuar. Gjergji ka pas një piktur instalacion të Marin Beçikemit, humanistit shqiptar të shekullit 15, të cilën ai ka shoqënuar me një stereoskop, i cili është një aparat i fazave të para të fotografisë, kryesisht shekullit kalum, që lejonte shikimin në 3 dimensione, po duhet pa objektin, është nuk mund të përkthehet me që të fjalë. përkthehet shumë me fjalë. A kemi mendu për një ekspozit apo për një rikthim të Gjergjit me një personale në qytetin e tij të linjes? Të gjitha opsionet meten të hapura sigurisht. Ne jemi të lumtur që ai u kthy mas 30 vitesh e kusur me një vepër, u kthy si autor, si pjesëmarrës ai. Sigurisht që fizikisht është kthy më herët. Por besoj që merita e Gjergjit, me fjalë, ai që në momentin që është largu nga Shqipnia, është largu si një nga zanat ma pozitiv në pikturën e re shqiptare. Edhe aktiviteti i tij atje ka viju të jetë me pikturën, po besoj që kontributi i tij më i spikatun është tashmë si galerist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke marrë një galeri shqiptare, le të themi në thojza, shumë profesionale. A do të rikthehet? Ne shpresojmë që po, do të ishte një ngjarje e rëndësishme për artin pamor të qytetit tonë. Ashtu si shumë artistë gjejnë Shkodrën një mundësi gjithmonë për të rikthyer. Po mbyllim një vit edhe për pak, sepse ekspozita do qëndrojë e hapur deri në 15 dhjetor. Ka shumë mundësi shtrihet edhe mas vitit të ri. Kjo është sepse po shohim që ka kërkesë për ta lënë gjatë. Kjo është diçka shumë e bukur, ndërkohë që vështrimi hidhet në aktivitete të tjera, natyrisht duke i lënë surprizat të na ndriçojnë kënaqësitë tona. Unë do desha të dija diçka mbi politikat që bën Galeria e Arteve për të ofruar artistë cilësor dhe vëmendje të veçantë artistike. Unë po më bëhet një vit që, dhe me thonë, të merre me administrimin, me konceptimin deri diku sepse është diçka që bëhet në komunitet, konceptimi, dhe me thonë, i aktiviteteve nuk është se bën gjithmonë galeria, ka një këshill artistik, pastaj janë gjithmonë marrëdhëniet me kurator, e tjerë, po baza normalisht i mbetet Galeria e Arteve, edhe programet bazë që ajo ka. Por, mësa unë jam mundu këtë vit me akumulu një mimim, është që viti i ardhshëm vjen gjithmonë
mos i ke analizu deri diku vitin që iku. Natyrisht. Dhe për shembull këto takime kanë planifiku për vitin e ardhshëm 2-3 aktivitete që besoj do të jenë vërtet pikante. Nëse do ketë disa ekspozita që do të jenë komplet ndryshe nga qasja ekspozitës ose idesë që kena ne për një ekspozitë pikture ose skulpture. Do kemi ekspozitë skulpture, me që na ke bërë dhe si sugjerim dhe vrejtje. Gjithmonë kam një... Që ka pas efekt dhe me thënë. Jo nga ne, po nga ato që e kanë dëgju. Ideja është, do kemi një ekspozitë të një artisti me origjinë nga Shkodër, për që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka konfirmu, po deri atëherë shpresojmë bëhet. Çdo gjë, nuk mund të them, ka artistë shkodran që i kanë apliku për vitin, po ashtu ka dhe kemi dhe artistë grua që i ka apliku dhe ka me ka një surprizë interesante dhe ajo. Viti është goxha e ngarkuar. Do kemi ndryshime, ndoshta në gjallë mund mos bëhet, kjo jo për efekt të tonin, po sepse kur ndryshojnë gjërat nuk është se ndryshojnë sepse ne është vullneti jon, po varet nga disa rrethana të tjera. Në një aktivitet për shembull mund të mungu sepse nuk ka disponibilitet për kohën, ka vëmendje tjetër, ka gjë, po këtë më lejon të them që nuk është në si më thënë tagrin e galerisë me e bëme se s'bën ato aktivitete që mund të mungojnë, domethënë, sepse varet nga rrethana të tjera. Nga vullnetet të tjera, domethënë që njerëzish, artistësh të tjerë që kanë një interes të caktuar për momentin, jo të fokusohen gjithmonë tek aktivitetet e galerisë. Por them se kam një vit i mushën me disa ngjarje artistike të ndryshme. Një mozaik i medium operandi i konkretizuar në ekspozita të veçanta. Profesor Rubini, me qenë se jeni shefi i departamentit të arteve, si e shihni pikërisht shkollën, universitetin, Akademinë e Arteve, si quhet departamentin në Universitetin e Shkodrës. Si shihni pjesëmarrjen e artistëve të rinj, por edhe profesorëve të këtij departamenti në ekspozita dhe në pjesëmarrje të tilla artistike? Sigurisht departamenti synon të jetë një zë i rëndësishëm në skenën artistike të qytetit edhe për te i tij. Pedagogët janë pjesëmarrës të rregullt qoftë të sallonit, qoftë me ekspozitat e tyre individuale. Ne kishim ekspozitën e profesoresh Zhenec me një herë para sallonit. Për sa i përket studentëve, ne kemi një marrëveshje me galerinë për realizimin e një ekspozite vjetore në ambientet e galerisë me përvojët më të mira të studentëve të degës të programit të studimit piktur grafik, e cila besoj është një aktivitet shumë i rëndësishëm, të paktën për ne si departament. Pasi u jep mundësinë studentëve që të përfaqësohen në një galeri reale, në kuptimin në një galeri të mirëfill të arti, ju jep mundësinë që të përballen me një publik shumë të gjanë, duke ju kriju mundësinë që dalin nga ajo guacka e klasës, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e tyre, por gjithsesi do vi një ditë nga e cila ata do të dalin. Edhe pra filloi një lloj jete profesionale në këtë momentin kur përfaqësohen në galerinë e Shkodrës. Viti që vjen natyrisht hedh hapa për të zbuluar, për të parë cilësisht, sasiisht edhe natyrisht emocionalisht të veçanta. Besoj se mbështetja nuk do mungoj, apo jo? Shpresojmë, në vitin që vjen kena edhe, si më thënë, janë edhe disa plane dhe për përmirësimin e gjendjes teknike të galerisë, sa i takon ndriçimit, ndoshta ndaj elementet të tjera që kanë nevojë për me përmirësu të dukshmërinë e sallave, se aksesin në vlerësimin e veprës ndryshe. Do të kemi disa qasje në këto pjesë. Por është herët për me fol, ne them që të shijojmë këtë sallonin e vjerës i cili ka kënë me të vërtet
një event kulmor, ndoshta do kishte qenë është i rëndësishëm jo vetëm për Shkodrën, por është i rëndësishëm edhe për Shqipërinë. Pra, si aktivitet. Saloni i Vjeshtës është i hapur. Është i hapur, respekt të gjithë atyre që kanë bët mujtën, si më thonë, e kanë bët mujtën gjithë secilit nga artistët, qofshin burra, qofshin gra, me marrë pjesë një fest madhe, ku bashkohen, rrinë bashkë dhe nga ku dalin idetë, se idetë aty dalin pastaj. Saloni i Vjeshtës është i hapur për t'u vizituar, ndoshta jo një herë, por edhe për shumë. Për arsye se të shijosh një vepër edhe kur është natyrisht një ceremoni mund të shijosh të gjitha ose jo plotësisht, ndërsa një rikthim edhe i artdashësve në sallat e Galerisë së Arteve shpeshherë është mjaft i vlefshëm dhe mjaft i bukur, apo jo. Duke qenë se është i hapur për gjatë gjithë dhjetorit mbase, artdashësit mund ta shijojnë këtë ekspozitë shumë të bukur, edhe që shpalos vlera artistike, por natyrisht edhe mesazhe të bukura. Unë dua t'ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në mëngjesin e sotëm këtu në radio. Dëshiroj që t'ju falenderoj edhe në emër të atyre që na ndjekën dhe na shkruajnë në faqen tonë në Facebook Live Radio Shkodra. Shpresojmë që gjithmonë takimet tona të jenë interesante, sepse aktivitetet janë të ndryshme dhe gjithmonë zgjojnë interes tek artdashësit. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit ju që për ftesën. Faleminderit për ftesën.